Një nga fanellat më të ralla të Diego Armando Maradones do të dalë në ankand në Buenos Aires me një çmim fillestar prej 30.000 euro. Bëhet fjalë për fanellën që legjenda e veshi gjatë finales së kupës së mbretit midis Barcelonës dhe Atletico Bilbaos. Ndeshje që u bën e famshme për përleshjet e ashpër në fushë, në të cilën mori pjesë edhe vet Pibe de Oro. Kjo ishte nga paraqitjet e fundit e Maradones me fanellën e Barcelonës, përpara se të transferohej te Napoli, vetëm pak javë më vonë. Në ankand do të prezantohen edhe disa objekte tjera personale të Maradones, përfshirë vathet që ai mbante në ndeshjet e fundit me Boca Juniors dhe fanella origjinale të Napolit nga sezona 89 dhe 1990. Por pjesa kolimtare e koleksionit është pikërisht fanella e grisur nga përleshja në Santiago Bernabeu, e zhvilluar përpara syve të familjes mbretërore spanjolle. Zbulimin e këtij suvenari të çmuar e ka treguar Vial Rodriguez, një nga organizatat e ankandit.